Zgjedhjet janë një proces kyç dhe i rëndësishëm në çdo sistem demokratik, pasi ato mundsojnë qytetarët të shprehin vullnetin e tyre dhe të ndikojnë në mënyrën se si udhëhiqen vendet. Në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, qytetarët kanë dhënë mendimin e tyre duke shprehur pikpamje të ndryshme rreth procesit zgjedhor dhe rëndësisë që ai ka për vendin. Presim nga zgjedhjet që të formohet qeveria, se gjithë populli pe e vun këtë pasojë. Unë ju kisha bën thirrje të gjitha partive që edhe nëse nuk formohet qeveria me një parti, të bashkëpunojnë mes veti që ta formojnë qeverinë sa më parë. Ndërkaq një tjetër shpreson se në këto zgjedhje do të ketë ndryshime dhe u bën thirrje qytetarëve që të votojnë. Presim të kemë ndryshime. Është koha që të ketë pak ndryshime. Gjithsesi ajo është obligim qytetar, që të dalin ai që ka drejt vote, është në katë mos më dalë me votu, sepse është obligim qytetar. Zgjedhjet e 28 dhjetorit pritet të jenë një moment i rëndësishëm demokratik, ndërsa mbetet të shihet se si do reflektohen pritshmëritë e qytetarëve në rezultatin final të këtij procesi.